Me qartësi që sa herë që ka të qenë aty një deputet i opozitës, dhe duhet ishte ai që iku, që thot do flasësh ti apo ti ke unë, që është i gjithi një karikaturë e demokracisë, që mos t'i përdor ato terminologjitë që përdori, duhet qëndronte aty të dëgjonte dy fjalë normale për vetë përmbajtjen qytetare që kemi të gjithë, ne këtu. Kapela tani, më kujtua Grida, Krushka nga Kavaja, me pishtarin demokracisë, me stër atyre relikeve të historisë, ku karavanin e mbyll pa tjetër, kush tjetër, pa loka, me barkun që i nxjerr kudo bardhakun. Në ditët e fundit të saj, qeverisja e Edi Ramës mund të përkufizohet me fare pak fjalë. Ajo është qeveria më e korruptuar e 3 dekadave të fundit në Shqipëri. Gjatë drejtimit të vendit nga Edi Rama, jo vetëm 1 në 3 tendera është dhënë pagar, jo vetëm kontratat koncesionare prej miliona eurosh mbahen të fsheta, por dhe tenderat e Edi Ramës për miq dhe klientët janë konsideruar sekret shtetëror. Se kur erdhi në pushtet, qeveria e Ramës ka klasifikuar si sekret shtetëror plot 216 tendera me vlerë qindra miliona euro. Fare pak prej tyre janë të tillë dhe mund klasifikohen si sekret. Kështu për shembull mund të ishin ato të shërbimit informativ apo të prokurorisë. Qindra tendera të tjerë që Edi Rama fsheh janë pjesë e luksit qeveritar. Është skandaloze që tenderat për rrugën, për mirëmbajtjen, klasifikohen sekret shtetëror. Kjo jo vetëm shmang llogaridhënien dhe transparencën, por i fsheh publikut abuzimet me shkeljet me ligjin. Klasifikimi si sekret shtetëror i qindra kontratave publike është cënim i hapur i konkurencës dhe favorizim i paligjshëm i disa kompanive të tjera. Me fjalë të tjera, është vjedhje, është korrupsion. Dhe vetë përmbajtja nis me ju, zonja Nikolla, që sa herë që del një deputet i opozitës, ju ja merrni fjalën, ja ndaloni, ja heshtni, sa herë që ka një ironi opozitare, konstruktive ndaj kolegëve të Partisë Socialiste. Kam dëgjuar së paku 7 fjalime të kryeministrit që e trajtoni më të barabartë se të barabartët. Në qoftë se juve do të vazhdoni që në këtë model që është foltoria që e shikojnë të gjithë shqiptarët sepse janë të gjithë qenie politike, ta trajtoni kryeministrin si e prorin tuaj dhe t'jeni vartëse, ky është një model i cili duhet mbaroj dhe do t'ju tërheq vëmendjen njerëzisht, profesionalisht dhe juve si grua që du t'jepni një model tjetër për të cilin keni bërë reklam për veten tuaj. Që t'i drejtohet deputetëve të opozitës në emër të profesionit, duke mirë kuptuar nën kuptimin e përçmimit ti për çdo koleg, juve duhet ndaloni fjalën. Nuk ka rëndësi cila është etika, morali, degradimi i njeriu, qoftë ky psikik apo moral, është çështje e tij dhe do ta marrë përgjigjen, por juve duhet ta ndaloni fjalën e tij sa herë që drejtohet me përçmim. Faleminderit. Ata që realizuan dot asgjë për 8 vite do ta bëjnë në 4 të tjera. E pra, sot të gjithë pani njëri në panik, vetëm panik, i cili kishte vetëm një ofertë, sharje dhe sharje. E trisht, po për ato vetë. Ne në 25 prill do të... Ndërsa vija këtu dëgjova të gjithë përfaqësuesit e maxhorancës që përmendën shumë herë termin kyç siguria detare. Edhe njerëzishëm mendova që siguria detare, hapësirave tona detare, me cilat mund të them 2 fjalë për këtë, që në fakt janë si shkretira ranore, se po t'i shikosh nga sipër, nuk ka jetë detare në Shqipëri. Nuk ka jetë. Kudo që janë brigjet shqiptare, kudo ku është bregdeti shqiptar, ka një mur betoni në rër dhe një det si shkretir. Një hapësirë e pa gjalluar nga jeta detare. Merrni bregdetin e Durrësit po doni. Nuk ka jetë detare. Po mund të kthehemi kësaj, po shkojmë tek siguria detare një herë. Nga pikpamja njerëzore. Nuk e di. Si ndjeheni ju kur një 7 vjeçare në Potam humb jetën se s'ka siguri qeveritare as mbi bregun. Dhe ende sot ky parlament nuk ka mbajtur 1 minutë heshtje, por ju thoni reforma në drejtësi për një kryeministër që ka dalë dhe ka thënë atë që tha në fakt, u thaktu në të sallë, që prestashot të dënuar, jo më zotëri jo. I dënuar nuk duhet jetë ai, se ai është veç se pasoja bishti i një koke
arrogance pushteti që i thur lavde duke bërë atë show që i mori jetën një 7 vjeçare në Potam. Siguria detare, thoni ju. E nuk i them dot këto me tonin që dua t'i them, se ndjej edhe personalisht një lloj fajësie sepse të gjithë jemi prindër, shumica prej nesh, dhe e dim çfarë do të thotë ajo tragjedi. E dim çfarë do të thotë ajo tragjedi. Lënë më njanë këtë sepse është pa fjalë dhe nuk meriton fjalime politike, në fakt meriton vendime politike. Sa herë që flisni për reformën drejtësi, keni nisur në 2013 e kam parë veten duke mbrojtur ish eksponent të opozitës, me mirënjohje apo pa mirënjohje, e tha kolegja Tabaku më përpara, nuk ka rëndësi. Mirënjohja është virtyti keq në politikë. Por duhet qëndruar për veten në fakt. Dhe për fëmijët tanë, se ndoshta për veten e kemi tashmë të qartë se sa marrim, e sa japim këtë vend. Edhe jemi mpir nga disa gjëra që janë idealiste. Por sa herë që flisni ju për reformën drejtësi, për sigurinë e jetës, për sigurinë e ekonomisë shqiptare, se në fakt ashtu është, pa drejtësi nuk ka ekonomi, pa drejtësi nuk ka zhvillim. Flisni sot për diskutime të rekrutimeve, të spionazhit, të çdo gjëje tjetër. Juve që qeverisni me pinjollët e bllokut, juve që keni ministrat brendshëm që kanë qenë prokuror në kohën e diktaturës, juve drejtoni gishtin me moral për ne, juve na thoni ne që kjo majorancë voton reformën në drejtësi dhe pra vazhdoni me hipokrizi në një popull shqiptar i cili është master në politik. Gjithë shqiptarët janë mjeshtra në politik dhe e din shumë mirë që reforma në drejtësi për majorancën apo për këto tjetër ishte me shtysën e madhe të ndërkombëtarëve. Me shtysën e madhe të ndërkombëtarëve. Dhe patjetër që pa ata ne nuk e kemi dot velën e lundrimit në direkun e dur, se flisni sot për lundrimin. Por e dim dhe shumë mirë që këtu bëhen me sikur, i thoni atyre sikur, po ndërkohë nga ana tjetër i kërcënoni individët që keni, sepse është e natyrshme që ti kërcënoni ju. E do logjika, ju jeni në pushtet, po hynin vitin e 10, ju keni tendera, ju keni korrupsion, keni 10 vite, dhe natyra e gjërave do të kishte thënë Machiavelli, e do që ju përfitoni nga kërcënimi në drejtësi. Ne s'kemi fare që atë përfitojmë nga kërcënimi i drejtësisë, përsa ko kemi 10 vjet në opozit. Për të cilën ju thoni, prandaj keni mbetur kështu, apse juve po na qani hallin si kemi mbetur ne, jo që juve keni pushtetin dhe vazhdoni korruptoni. Nuk zoheni ju për këtë. Ju merrni gjithmonë se ku e kemi ne etapën. Dhe këtë keni bërë gjatë gjithë kohës. Në vend se të jepni llogari, ktheheni këtej dhe na tregoni ne kush është e mira, kush është e bukur, kush është bluja, kush është e kuqja. Jo, s'ka nevojë njëri të shpikë rrotën në Shqipëri. Se këtu deliri ka të kaluar gjithë masat e absurdit. Nuk shpiket asgjë këtu. Ne vetëm thjeshtësisht edhe me Brukselin duhet ndjekim direktivat, edhe me drejtësinë pse jo duhet ndjekim disa direktiva të atyre miliona eurove që vinë në këtë vend për të ndihmuar reformën drejtësi, që në të gjitha progres raportet dele para si pikë që thot Komisioni Evropian. Reforma në drejtësi po ecën ngadalë, sa ata nuk thonë ndonjëherë që e keni keq. Po kur thonë po ecën ngadalë, do me thonë e keni keq. Se gjua diplomatike kjo është në fakt. Tani nuk doja të hyja në këto ujërat zeza, apo në ujërat errta, sepse po ashtu kur diskutohet për anijet, për velat, për lundrimet e tjerë, ne harrojmë që kemi detyra të mëdha, jo të vogla. Në këtë vendin e vogël kemi detyra të mëdha. Dhe kjo është një balancë që duhet ta dim. Së pari mos sillemi sikur jemi udhëheqësit e botës, por së dyti ta dim që duhet udhëheqim gjithsesi, duhet qeverisim gjithsesi. E nëse gjërat dështojnë, është faji i qeverisjes. E nëse është faji i qeverisjes, duhet viti jap llogari, gjë që s'e keni bërë asnjë ditë. Po të marrësh dhe të studiosh mënyrën se si ju i drejtoheni parlamentarëve dhe s'ka rëndësi kujt, vetes apo ne, gjua juaj është një recitim të realizmit socialist vetëm për të glorifikuar shefin. Asgjë tjetër nuk ka aty. Nuk kanë dëgjuar një herë të vetme në një komision apo kudo tjetër që njëri nga ju të thotë, po kemi këtë problem. Dhe ky është problemi i madh. Të kesh një klasë qeverisëse që nuk identifikon një herë të vetme, të thotë që unë nuk mund ta bëj këtë gjë.
Po i kam bërë që të gjitha në një vend, në të cilën 50% e popullsisë jeton me $5 në ditë, në mes të Evropës, që është i fundit në Ballkanin Perëndimor, që është i pari sa i përket rëndësisë gjeopolitike në Ballkanin Perëndimor, që ka pasur mbështetje të jashtëzakonshme nga perëndimi, dhe përsëri ju vini në çdo komision, në çdo dalje në parlament dhe thoni, ne i kemi bërë të gjitha. Edhe dje, 110.000 lekë për aftësinë e kufizuar ishte shumë. Dhe pyeta zëvendësministrin, ja del do ti me 110.000 lekë vjetra? Dhe vetëm ulin kokën. Nuk ka një ndërgjegje që thotë jo. Ja del ti Ministria e Shëndetësisë mbash dhe çështjet sociale, mbash dhe çështjet e punës, mbash dhe çështjet e ndihmës ekonomike, mbash dhe shëndetësinë. Dhe prap ulin kokën, nuk thonë jo. Një frikë nga e vërteta. Dhe prandaj është frikë nga drejtësia, se kur fillon koncept është kudo. Por shqetësimi më i madh i imi sot është që 2 ditë, 3 ditë përpara, studentët u quan dhe thanë duam një mbështetje $100, a 100.000 lekë vjetra në muaj. Dhe çfarë ndodhi? Kreu i thotë që kur ju dëgjova, ju s'meritoni asgjë. S'meritojnë ata asgjë. Ata janë shkëlqim, në fakt, që vazhdojnë janë akoma këtu. Sepse në 90, 91, 92 pamjet e Shqipërisë me anijet që lundronin jashtë brigjeve tona, kapic, shqiptarët qanin kur përcjellnin njerëzit e vet. E dini kush është tragjedia sot? Që prindrit qeshin kur i përcjellin njerëzit sot. Gëzohen që po ikin nga ky vend. Gëzohen shqyr që e çova çunin atje. Dhe dëgjoj një kryeministër që thotë nuk e ndaloj dot Gjermaninë, ose është një orë gjysmë larg. Një orë gjysmë larg edhe me çmimin e biletave më të rënda të aeroportit, të biletave të avionit se sa kudo në rajon. Po nuk është një orë gjysmë larg. Është një botë ca larg. Është një botë ca larg studenti në Gjermani. Në Gjermani do marri €200 studenti për shkak të krizave edhe rritjes çmimeve. Në Francë, nëse paguan €500 qera, shteti jep €170 mbrapsh. Në Francë dhe në Gjermani, menca studentore kushton €6 në ditë. Në Francë me €9, në atë vend me atë standard, me atë transport publik, metroje dhe gjithçka e tjetër, me €9 ai shëtit gjithë Parisin. Ka kartë studenti. E dini si çfarë thot analiza për studentët shqiptarë? Duhet minimalisht €510 që ai të jetojnë në Tiranë, me 30 dhe 40% të qerave të ngritura. Që i duhet minimalisht €10 të përballoj ushqimin, sepse dhe duhet të gatuaj vetë se ekzistojnë mencat studentore. Sepse në botën tonë duhet përsëri të blesh librat e skaduar në fakt nga pikpamja kurrikulare. Dhe askush nuk e jep asgjë. Vela më e madhe e anijes së Shqipërisë është rinia e vetë. Atëherë kur motorat fiken, është vela e vetme që nuhat erën e ndryshimit dhe çon nga ardhmja. Juve e keni çuar velën jashtë këtij vendi, prandaj kjo anije nuk lundron dot. Faleminderit.